Kasper! Gjimnazi! Shpirtra! Java e shpirtrave sa më pëlqen. Pompa, rrethanat dhe për më tepër fishek zjarret. Jasmine, a e dje se kam qenë një nxitër tifozësh kur isha tek ajo shkolla? Vërtet? E çuditshme. Nuk e dija, shiko. A mund të flas pak me ju, zoti Lancer? Për vëllain tim Denin? Ai po sillet vërtet çuditshëm kohët e fundit. Nuk është më vetvetja. Do të flisja me të, por jam motra e tij më e madhe. Dhe ai do të mendoj se po e komandoj. Dhe po nuk e ndihmuam, nëse nuk flet me njëri. Gjithë ai asarim që mendoj se po e shtyp, do të shpërthej në formën e gabuar. Unë e bukur, Fenton. Tjeljet e ikte ato more I pa. He's a phantom. Young Danny Fenton, he was just 14 when his parents built a very strange machine. It was designed to view a world unseen. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. When it didn't quite work, his folks, they just quit. But then Danny took a look inside of it. There was a great big flash, everything just changed. His molecules got all rearranged. When he first woke up, he realized he had snow white hair and glowing green eyes. He could walk through walls, disappear, and fly. He was much more unique than the other guy, and it was then that he knew what he had to do. He had to stop all the ghosts that were coming through. He's here to fight for me and you. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. He's gonna catch 'em all 'cause he's Danny Phantom. Është gjithnjë kaq ftohtë këtu brenda? Sigurisht. Unë mendoj se temperaturat e ftohta e mbajnë mendjen shumë të mpret. Dhe mos u shqetëso as për këtë rrëmujë në zyrë. Ndodhin gjëra. Si thua motra e madhe Jasmine? I dakord me mua? Quhem Jazz. Miqtë mi më thrasin Jazz. Po, e po vëllai yt të quan Think. Deni, unë thjesht po përpiqem të ndihmoj. Ha pra, ne gjithnjë kemi folur. Kur unë isha 8 vjeç dhe ti nuk ishe acaruese. Tani the më shumë se ç'duhet, Fenton. Shko në mësim, ndërkohë që unë dhe zonja Spektra vendosim se cili është dëshkimi yt. Ndryshe nga vëllai I saj, Jazzy është një nga më të mirat dhe më të zgjuarat e Kasperit. Ajo ka planuar të na ndihmojë të ngrem volumin e frymës së gjimnazit Kasper këtë javë. Pikërisht, dhe unë për këtë jam këtu. Ty a hap rrugën me radhë nxënësve.